Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ma ba'd. Nderuar vëllezër, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po vazhdojmë me lejen e Allah subhanahu wa taala në gjëratën e radhës, është pjesa e fundit e hadithit e Gjibrilit alayhi salatu wassalam, i cili padyshim është një hadith bazë dhe më të rëndësishme të fesë ose në fejnë tonë, për shkak se përmbon realisht gjërat më të rëndësishme që në aspektin e besimit edhe në aspektin e detyrave, farzave, obligimeve, por edhe pjesa e javës kaluar, pra përmbon ihsanin, pra mënyrën më të mirë të kryerjes së detyrave dhe ibadeteve, cila është padyshim është niveli më i lartë i adhurimit Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe pasi që ja bëri pyetjen për ihsanin, se çka është ihsani, profeti alayhi salatu wassalam i tha me adhuru Allahun azza wa jalla, ashtu sikurse me pa, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, nëse nuk e sheh, pas ka mundësi me pa njeriu Allah subhanahu wa ta'ala në këtë dynja, por do ta shohim besimtarët në xhenet me lenin Allahut azza wa jall, besimtarët e mirë, por dëshëm ata që do të futen në xhenet. E nëse s'ke mundësi me pa, fa innahu yarak, ai ty të sheh, pra me adhuru Allah subhanahu wa ta'ala çdo herë me ndjenjen se Allah azza wa jall na sheh dhe na vështron. Dhe dashur këtu kemi thënë që nuk është qëllimi vetëm adhurimi që kuptohet tek shumica e njerëzve namazin, mirë, po veprat në përgjithësi. Pra dhe veprat edhe punët edhe detyrat edhe obligimet edhe edukimin e fëmijëve, gjitha punë që besimtari i kryen, çdo herë me pas konsiderat se Allah subhanahu wa ta'ala të sheh dhe të përcjell dhe ndëgjon. Ne kur e kemi para vete kamerën edhe jemi pak më të kujdesshëm, edhe se çka po flasim edhe çysh po qëndrojmë edhe po dalim mirë. Një kamerë thjesht që kanë me pa disa njerëz nëse e shohin, por ndoshta nuk e kemi atë vëmendjen e dur dashur që Allah subhanahu wa ta'ala na sheh. Pastaj tha Gjibrili alayhi salam, pasi që i tregoi për ihsanin, tha sadaqt, tha të vërtetën e ke thonë, dhe ja boni pyetjen e fundit, të katërtën dhe të fundit. Fa akhbirni an as-sa'a. Më tregon se kur është kiameti. Më tregon për kiametin, pra më tregon se kur ka me ndodhë kiameti, dita e fundit, shkatrimi kësaj bote. Profeti alayhi salatu wassalam tha mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il. I pyeturi nuk është i ditur për këtë pyetje sikurse edhe pyetësi, pra as unë, por as ti nuk e dina se kur ndodh kiameti. As profeti alayhis salam, as Muhamedi alayhis salam, por as Gjibrili, pra nuk e din, dhe as melaqet nuk e din se kur ndodh kiameti, shkatrimi kësaj bote. Më ndodh, por kur ndodh, tha nuk e din. Ka disa njëmori argumente, ajete që Allah azza wa jall ka treguar se çështjen e kiametit, pra ndodhjes së kiametit, kohën e ndodhjes së tij e din vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu azza wa jall, yasaluka an-nasu an as-sa'a. Të pyesin ty njerëzit për kiametin. E kanë pyet Kurejshit, e kanë pyet hebrejt, e kanë pyet njerëzit her pas here kur do të ndodhë kiameti, madje kanë pyet edhe sahabët. I ka thonë njëri prej shokëve tin, herja Rasulullah, me të sa'a, që shtë me një mezdes, kur është kiameti? Ka thonë, çka ke bogatit e për kiamet? Te je bogati, se kiameti me ardhë, po, edhe me ndodhë, po, madje kiameti i vogël, dashur kanë thonë, për se si njeri është vdekja. Në momentin që të vdesim, për ne e bo kiameti, një farforme, pra ne nuk kemi po të bojmë me këtë dynja, ende nuk ndodhë ato zhvillimet, padyshim, të kiametit dhe rinjallë të ndodhin më pastaj mirë, po në momentin që vdes njeriu, një farforme për ato është bo kiameti, pra nuk ka mundësi më ai me ndryshu
veprën e tij, me bë vepra të mira sikurse as vepra të liga Allahu te Rabbul Alamin. Andaj I tha subhanallahu çfarë përgjigje interesante kiameti më ndodh, po ti ai e bogati, pra ti çka ka përgatit. Andaj Allahu azza wa jall do të pyesin ty njerëz për kiametin, kul innama ilmuhu inda Allah. Thuaj diturin për kiametin e din vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. Dhe ndoshta kiameti është afër. Ku e din ti? Kështu be thot Allahu, kështu be thot përgjigjet e njerëzve. Kur të pyesin ty njerëz kur është kiameti, thuaj dia diturin për kiametin e din vetëm Allahu subhanahu, vetëm ai e din se kur do të ndodhë. Por ndoshta ai është afër. Në një jetë tjetër poshtë Allah subhanahu wa ta'ala thot yes'alunaka 'ani as-sa'a ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda Allah 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Do të pyesin ty për kur do të ndodhë kiameti, kur është koha e kiametit, thuaj dia innama 'ilmuha, dia për kiametin është vetëm te Allahu te Zoti im dhe nuk ja shfaq atë askuj. Pra, kur do ndodhë kiameti dashur nuk e din askush. Andaj ato pretendimet që dalin her pas here, në filën viti kanë ndodhur kiameti, veç që kena kalu, kanë qenë 2021, kanë qenë do çështo herë. Dalin do të mëshëm në thojza dhe thonë që filën datë kanë ndodhur kiameti dhe ne si besimtar rina qetë. Dim se s'ka mundësi e me qenë e vërtet, absolutisht. Sepse se ka ditë Muhamedi a.s. dërguar Allahu, madje se ka ditë as Xhibrili. Subhanallahu, nuk ka dikush që ka qenë më afër të Allahut azza wa jalla se Xhibrili. Ai ka marrë gjitha shpallët për Allahu subhanahu wa taala tek gjithë pejgamberët që I ka dërgu dhe për ata edhe ai po thotë se nuk për vetë te asun se di mirë, po as të mirë, do të thotë ka shenja. Kiameti ka disa shenja që do të ndodhin, do të shfaqen para ardhes së kiametit. Kiameti do të thotë kataklizma, shkatrimi I kësaj dynjaje. Ka disa shenja dhe ato janë ndamë në dy grupe. Në një tjetër hadith që transmeton Buhari që ka të bëjë me dijen e kiametit Allah subhanahu wa taala është vetëm në tij thotë Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë profeti alayhi sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaibi khamsun, çelësat të msheftes janë 5. Pra 5 gjëra të mshefta, cilës dhe tyre den vetëm Allahu subhanahu wa taala. E ka përmend inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Vetëm Zoti e din kur do të ndodhë kiameti. Wa yunazzilu al-ghayth, dhe e zbret shiun. Wa ya'lamu ma fi al-arham, dhe din çka ka në barqet ose në mitrat e shtatzonave. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت, dhe nuk e din njeriu se çka ka me fitu nesër dhe se nuk e din njeriu se në cilën tokë ose në cilën vend ka me vdek. Inna Allaha alimun khabir. Pra këto dashur din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Shenjat e kiametit janë dy llojesh, janë shenjat të mëdha dhe shenjat e vogla. Shenjat e mëdha dashur ato kur do të shfaqen, do thotë se kiameti vetëm se ka fillu më shfaq. Nëse ndodhin shenja të mëdha, atëherë kiameti veç ka ardhur. Për shembull, njëra prej tyre është lindja e diellit nga perëndimi. Kjo është shenjë e madhe me prit njerëz, dhe lindja e diellit nga perëndimi, që mu permisu atëherë bëhet vonë. Dhe ka thonë hadith që kur do ndodh kiameti, pra dielli nuk do të lindë si zakonisht, do të vënohet dhe do të lind nga perëndimi. E atëherë nuk pranohet pendimi, subhanallah. Sepse që atëherë kur e shohin njerëz këtë shaj, atëherë këtë bon burrat mirë dhe këtë permisohen. O zot, si nuk është më nxon xhamia në çat sabah mirë, po ja ka thonë. U kryve, u fal sabahi, u fal bajrami. Por kur të ndodhen shenjat e mëdha shëndetësor besimtar, është ardha e Isës, shfaqja e Dejxhalit, lindja e diellit nga perëndimi dhe disa shenje tjera të mëdha, kur do të shfaqen këto, atëherë kiameti veç ka fillu. Atëherë kiameti vetëm ka fillu. Por ka shenja të vogla dashur besimtar, të cilat Allahu azza wa jall i dërgon që paralajmërojnë se kiameti është afër. Ka shenja të vogla
të cilat paralajmërojnë se kiameti është afër. Ka disa dietarë, vëllezër, disa shenja ka mundësi që të përsëriten më tepër se një herë. Mirë po, për shembull, disa shenja që tregojnë për ndonjë rrezik mundet mu përsërit her pas here. Edhe një herë tregon se pas çikash kilometrave, janë shenja të vogla. Kurse shenjat e mëdha kur ndodhen atëherë kiameti veç ka filluar. Në këtë hadith profeti selam i ka përmend dy dikush i ka llogarit 3 shenja të vogla, po që janë jashtëzakonisht të rëndësishme të ndodjes së kiametit. Kur i tha Xhibrili pejgamberit alayhi salatu wassalam, më tregoi se kur ndodh kiameti, tha, unë nuk e di sikurse as ti që nuk e din. Pra pyetësi ose i pyeturi nuk është më ditur për këtë çështje se sa pyetësi. Pra as unë që më pyete e as ti që po pyet nuk e dina se kur të ndodh. Atëherë i tha Xhibrili fa akhbirni an amaratiha. Atëherë më tregon mua për shenjat e saj. Ose të ti, kanë vetë në gjuhën shqipe. Cilat janë shenjat e tij? Atëherë i përmeni profeti alayhi salatu wassalam dikush që llogarit 3 shenja interesante, shumë interesante. E para ka thonë أنتلد الأم الأمة ربتها وترى الحفاة العراة رعاء الناس وساء الناس رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Prej shenjave ka përmend me lindë robresha zotriun e saj. Ose me lind, pra nana me lind zotriun e saj. Qysh ka mundësi, pra një person me qenë zotri, po me qenë zotriu i nanës së tij. Kjo është prej shenjave të kiametit. Me lind një nanë një fëmijë i cili ka mu bë zotniu i nanës së tij. I ka 2 kuptime, sipas dietarëve. Po njëri kuptim është jashtëzakonisht interesant. I pari ka thonë shtohet kafuni i dyjas, shtohen luftrat, robrimi, robresh kështu me radhë. Dhe ka mundësi me ndodhë kjo. Një robresh, e cila është marrë rob, lind një djalë i cili është prej familjes që udhëheq, edhe ai është udhëhec kështu me radhë, pra mund me qenë mret kështu me radhë që domethënë nona, kurse nona mbetet si robresh, sepse çashtu ka qenë. Ky është njëri kuptim. Por të vëllezër që kuptim jashtëzakonisht që detarët bashkëkohore kanë nxjerrë. Është kuptim goxha interesant, dhe çfarë që të zemrën. Ka thonë ky hadith tregon se ka marrë një kohë kur ka mu shpeshtu mos respektimi prindërve. Dhe fëmijët e tyre kanë mu sjell me prindët e tyre sikurse mu ndaj që sillet zotnia me robreshin e tij, Allahu na ruaj Rabbel Alamin. Nonën llogarit sikurse robresh. As ka drejt me fol, as ka drejt me vet, as ka drejt me jap mendim. Një dhosht me homër mirë boll, një thosh diçka, në vet dikush diçka, rrin çat janë në vendin e vet sikurse me kon rob tek një pronar. Ky hadith është jashtëzakonisht rëndësishëm nga ky aspekt, sepse vërtet jemi duke i pa shenjat e kësaj sjellje. Kur fëmiu bëhet sikurse me qenë ai bosi ndaj nonës së tij. Sikurse me qenë që ai i ka rrit nonë e bo. Allahu na ruaj Rabbel Alamin. Pra sillen ndaj prindëve të tij, ndaj nonës dhe ndaj babës, sikurse se sillet udhëheqësi ose pronari ndaj robërave të tij. S'ka dyshim që në ditët e sotit ose në kohën e sotit është mos respektimi prindërve që është duhet është shfaq shumë në mos jashtëzakonisht të madhe. Plot vena, prindi, baba, nana nuk ka ndonjë vlerë, edhe pse është gjallë. As se pyet kush, as ka kur faroli,
as merret kush me to. E kështu me radhë. Pra sillen ndaj tij, Allahu na ruaj sikurse me kon rob në shtëpinë e fëmijëve të tyre. E kjo është shaja e kiametit. Wa tara al-hufata al-urata ru'a ash-sha. Pjesa e dytë ose shenja e dytë për shenjave që i ka përmend profeti. Pronona me lidh zotrinë e saj. E tham njëre për kuptimeve është që shpeshtohet mos kujdesi ndaj prindërve. Dhe fëmiu sillet sikurse me kon ai pronari i prindërve të tij. Shenja e dytë dhe isha el-hufa, el-ura, ra'a ash-sha, njerëz të zbathur, të zhveshur, çoban që kanë qenë, tash jenë bodh heca. Kjo është shenja e dytë. Njerëz që deri dje s'kan pas buk me hamër, të zbathur po thot, të zhveshur, pra që është shenjë që s'kan pas kur gjo para veti. Dhe kanë qenë çoban në bishk, ato kanë me gjallë. Yetatawaluna fil bunyan, tash garojnë ndërtesa. Thot njëri prej hoxhallarëve, Umar ibn al-Kafi, Allahu i është hala hoxhall prej Egjitit. Thot ma herët të kumë në të shpe, kur ke po pallate, kjo pallat, sidomos në për Egjipt këto vendet, i poshës, kjo është i filon poshës, kjo është i filon poshës, sot në Kashteran. Kuna është kjo punë për filon, që dje u konë kërkush heslin falë që boni, kjo ndërtesa e filonit, këto ndërtesa të filonit, këto të filonit, prape, sheni qysh? Qysh ka nërë shajna që ka parajmu profeti a.s. Shlozër ata në botën arabe i komentojnë interesante dhe këto hadithe me gjendjen e arabe që ka qenë deri para pak viteve, që ka qenë një fokër Allah që është zakonisht i madhë, njerëz të thjesht, një pjesë e madhe prej tyre kanë jetu me bujqësie, me bloktorie, kanë rujt dele, kanë rujt deve, kanë shku kom zbathur, si kanë kushtu fort rëndësi. Kurse sot, thot, shiqone ndërtimin që ka është bo në vendet arabe. Që në Dubajnë, që në Kuvajtin, që në Arabinë Saudite, që në Emiratet, o përgjësi, ndërtimi jashtëzakonshëm, ndërtesat më të larta, Moskofshin më të larta, në botë prej më të lartave, jenë bo pikrisht ato kur dikur kanë rujtë delet, devet e kështë më radhë. Sot po garojnë Dubai më të modhe një dhe tash në kena me bëha dhe më të modhe se Dubai. Jetë të tavelun, bojnë ngara se cili po bën ndërtesa më të larta. Kjo është njëra prej argumenteve. Po ne mos të marrim vetëm në botën arabe, mirë po edhe tek një dashur të zërbesimtare, shohim që garimi në ndërtim të shtëpive, të banesave, të ndërtesave, të luksit, është jashtëzakonisht në trend. Është jashtëzakonisht në trend tash në kohën tonë. Njëri për dietar dashur të zër thotë se shenjat e vogla të kiametit i kanë tri ndodhin tri ndryshime të mëdha. Ose rënditen në këto tri segmente. E para, thot fesadul akhlaq, prishja e moralit. Dhe si argument për që të qaj ka thonë kur nona e lind zotriju në saj. Nuk ka më ato moral, nuk ka më ato ahlak, nuk ka më ato karakter, nuk ka nder, nuk ka respekt. Dhe sot njëra prej belave më të mëdha shëllëzër që jemi duke jetu është pikrisht prishja e moralit. Luftimi i moralit, luftimi i natyrshmërisë së njeriut. Kur ndoshta më tepër nuk është investu dhe nuk është luftu se sa tash në forma të ndryshme, me projekte të ndryshme, në prishjen e moral dhe natyrshmërisë së njerëzve. Edhe me media, edhe me programe, edhe me investime të ndryshme, edhe me vesh, edhe me gjithçka.
me jo prish njerëzve ahlakun, moralin që ata kanë dhe në të shmerin që janë kriju. Kjo është e para, prishja e moralit. E dyta të dashur vëllezër besimtar, në cilën pastaj të ka rëndit shenjat e vogla të kiametit, është ndryshimi i gjonave, rrotullimi i gjonave. Një person që ka qenë çoban, kjo nuk është me nënçmu çobanin, por një kategori që ndoshta kanë qenë krejt si ka llogarit dikush që shumë shpejt ata kanë marrë prej një gjendje ndoshta ekstrem të varfër dhe larg komunitetit, bëhen udhëheca dhe prijatar. Kurse njerëz ndoshta që janë të shkolluar, janë konë largohen dhe e merr udhëhecin, ose ju besohet udhëhecia, ose ju pri njerëzve ata që nuk e meritojnë. Ka pyet njëri profetin sallallahu alaihi Rasulullah, kur do të ndodhë kiameti? Ka thonë, kur të hup emaneti. Kur të hup emaneti, ka thonë për të kiametin. E ka thonë, qysh hup kiameti ja Rasulullah? Kur hup? Ka thonë, kur i besohet udhëhecia atij që nuk e meriton. Nuk prinaj që ka dije, që i ka hije, por prinaj që ka forcen që në format të ndryshme. Prishet ahlaku, ndryshojnë rregullat, i besohet mashtruesit, pa vlerat ose antivlerat llogariten si vlera, respekti bjen, ngritet ai që ka pore, e kështu me radhë. Po gjëra që dikur kanë qenë vlera, është bëhet kundër dashur besimtar, janë të pa vlera. Dhe ato që kanë qenë dikur të pa vlera, sot janë vlera. Dhe e treta të dashur besimtar, ka thonë prishet ndërgjegja. Segmenti tret, ka thonë prishet ndërgjegja njerëzve dhe ambicjet e tyre. Dhe nuk merret ose nuk është me interes me investu në njëri. Por tash është trendi me investu në gjëra të tjera materiale, por jo të njeriu. Andaj, sot mas pakti ka vlerë njeriu dashur besimtar. Këtë janë të rëndësishme. I kushtojnë rëndësia asajnë mirë, po njeriu ka vlerë mas pakti. Po ndryshojnë edhe këto si argument për këto e ka marrë këtë dietar hadithi për pjesën e fundit, hadithi tjetër ta valune fil bunyan, ngarojnë në ndërtesa. Pra për shenjave të kiametit të vogla padyshim, sipas tij hadithi dietare është që njerëz nuk garojnë në edukimin e njerëzve, por garojnë në punët e dynjallakut. Nuk është njeriu mosi bazë e garimit. Mirë po, bazë e garimit ose ambicia për më garu është në punët e kësaj dynjaje. Prishet ahlaku, rrotullohen gjonat, ajo që ka qenë e mirë dje, sot, ose ajo që ka qenë e keqe dje, sot është bëhe mirë. Ajo që ka qenë dje luftuar, jo mërë, po kjo është. Qështu është dohet, sot qështu për lypë, sot bote e kështu më radhë. Dhe treta shëllëzër, njeriu t'i humbë vlera, kurse ngritet vlera materiales. Nuk ka vlerë materiale, pa njeriu është i pa vlerë. Njëri prej ekonomistëve, bashkëkohor, e ka thonë një fjalë interesant, subhanallah. Njerëz të mëdhenj dashur i nxjerrin disa konkluza ose opinione që vërtet kanë peshë. E ka thonë, kur të humbë vlera e njeriut, ngritet vlera e mallit. Kur të humbë vlera e njeriut, kur të bie vlera e njeriut, ngritet vlera e mallit. Andaj se jeta po bëhet shumë e shtrejtë, dhe po shtrejtohet për ditë. Por po lirohet kush? Po lirohet njeri. Ahlaku, morali,
nderi, e prish nderin, e prish moralin, e prish familjen, e prish nuk është problem ajo. E dhon besa dhe njerin këtë, nuk është problem ajo. Me një hetësi të madhe. Për një kur gjohiq, e vron mikun, e vron vllaun, si fole, për një kur gjohiq. Pra njeriu nuk ka vlerë, po ka vlerë kush? Ka vlerë materialja. Dhe kjo është prej shenjave të vogla që jemi duke përjetu bazuar në këtë hadith. Pra njerëz garojnë dynja dhe mbetet anash kush, mbetet anash njeriu. Subhanallah. Të jemi duke përjetu dhe jemi duke jetu. Pastaj Gjibrili alayhi salatu wassalam thumma talaq, pastaj pasi ndëgjoi këto përgjigje nga profeti sallam, se cilat janë shenjat e kiametit, tha eci, iku, u largu. Omeri thot felebithtu qalilan. Pastaj ta donë mbeta e shtongun. Dhe më tha profeti alayhi salatu wassalam, ja Umar, atadri man as-sa'il? O Umar, a den kush është që ky pyetsi? Hadha Gjibril, tha ky Gjibrili, atakum liuallimakum dinakum, ka ardhur që mua mësu juve fen tuaj. Për dashur vëllezër besimtar, Gjibrili ose ky hadith i ka përmbledh bazat e fesë dhe si argument për këtë është edhe kjo fjalia e fundit që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, që ky është Gjibrili, ka ardhur me mua mësu fen. Pra feja është e përmbledhur në këtë hadith, bazat e fesë, edhe të islamit, edhe të imanit, edhe ihsanit dhe përgatitja, pra me besu Allahun, me adhuru Allahun, kushtet e islamit, me adhuru mirë pastaj ihsani, dhe fundit çka është mu përgatit për ditën e fundit, sepse thamë se njeriu kur të vdes, për ato veç është bo kiameti, dhe ai tani më e pret vetëm kur të fryhet suri dhe të bëhet ringjallja. Dhe kështu përfundon dashur vëllezër dhe ky hadith, i cili është një prej haditheve më të rëndësishëm të hadithet profetit alayhi salatu wassalam. E mberin Allahu azza wa jall nga javët e do të fillojmë hadithin ose do të vazhdojmë me hadithin e radhës, i cili është edhe hadithi i tretë. Allahu ju shpëmblet, nderohet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.